Këngëtarja shqiptare me famë botërore Dua Lipa ka surprizuar patriotët e saj pasi ka folur shqip në një intervistë në rubrikën "Çfarë ka në çantën time" të revistës së famshme Vogue. Dua ka thënë një fjali në shqip e cila ka tingëlluar shumë bukur. "Hey Vogue, unë jam Dua Lipa, edhe që çka kena në çantë sot", tha këngëtarja. Edhe pse intervista ishte e gjitha në anglisht, mbetet për t'u përgëzuar që artistja kosovare gjeti momentin të nxjerrë në pa origjinën e saj. Mirë, po nuk është hera e parë për të flasi në mediat e huaja në gjuhën shqipe. Më parë, ajo uroi Shqipërinë për pavarësinë e saj me anë të një postimi në Instagram. Ajo ndau vargje nga himni kombëtar, të shoqëruara me një imazh të simbolit të shqiponjës. Një komb, një flamur, ka shkruar Lipa, shoqëruar me vargjet, rreth flamurit të përbashkët me një dëshirë e një qëllim, të gjithë ati duke ju betuar të lidhin besën për shpëtim. Prej lufte veç ai largohet, që është lindur tradhtor. Kush është burr nuk friksohet, po vdes si një dëshmor. Gjatë vitit 2019, ish kryeministri Ramush Haradinaj pati qëndrime të palëkundura kundër heqjes së taksës 100% nga produktet serbe, pavarësisht presionit të shtuar nga udhëheqësit ndërkombëtar, përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelaren gjermane Angela Merkel. E vetë Haradinaj në Rubicon ka folur për prapaskenat e përplasjes me kryeministrin francez Emmanuel Macron për këtë çështje. Macroni është sjellë shumë kujdesshëm, bile që ka qenë interesant pas krejt këtyre përvojave, ai është sjellë mirë sa i përket liberalizimit të vizave. Ma ka mundsuar me shku me ja taku ministrin e brendshëm të Francës. Kemi kaluar korrekt, për pak kohë e kemi sqaruar gjendjen, por ka pasur situata të rënda. Macroni ishte shumë insistues. Nuk ma lëshoj ke dorën, ma kapi për dores, më lëshoj më dal, thoj ke diçka duhet me na dhën, zbrite taksën, i thash ndonjëherë tjetër, kam respekt për të, u shpreh kreu i AK-s. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka treguar ekskluzivisht në Rubicon arsyeën e tërheqjes së tij nga posti i udhëheqësit të kësaj partie. Haradinaj renditi 3 arsyet kryesore pse mori këtë vendim që s'ishte hiç i lehtë. Sot kemi mbajtur Këshillin e Përgjithshëm, i kemi dakorduar trupat zgjedhore për me mbajt zgjedhjet e brendshme, e kemi votuar edhe rregulloren e brendshme për kandidaturat dhe e kemi marrë vendimin për shpalljen e zgjedhjeve prej 9 degëve deri te kryetari i partisë, tha ai. Kësaj here do ta shfrytëzoj të drejtën të mos kandidoj. Pra nuk do kandidoj më për kryetar të Aleancës, se kam kryer kandidaturën për kryetar. Kam pasur nderin të udhëheq Aleancën që nga themelimi dhe të jem themelues, kam pasur nderin të udhëheq njerëz shumë të zotë të Kosovës, të ju prij atyre. Ata i kanë shërbyer Kosovës atë deut e demokracisë në udhëheqjen time. Do ta kem nderin që të ju shërbej atyre, u shpreh Haradinaj. Janë disa arsye pse kam vlerësuar kështu. E para është jetëgjatësia, e dyta është rezultati jo i mirë zgjedhor. Ajo që është më kryesorja është se dua t'i shërbej demokracisë dhe për faktin se në Aleancë ka njerëz të zotë, shumë shpresa dhe besimi im është që ata do t'i ngrisin Aleancës një parti fituese, u shpreh Haradinaj.